kishin 38 paciente gra, 38-40 diçka e tillë, kishin 18 receptina. Si e vendosën këta? Kush grua do e merrte receptina? Kush jeton dhe kush vdes? Kush e luti rolin e Zotit? Po, si mundet, domethënë, e kupton çfarë lloj çmendurie dhe pastaj çfarë ndodh, vin propagandë, shkojnë mjekët në atje në çfarë quhen në Izrael tek ai spitali, domethënë se kjo është propagandë që janë duke përdorur. Dhe për të manipuluar gjoja skandalin, se del kryeministri prezanton programin për shëndetësinë e thotë 2013 thotë s'kishte ilaçe. Jemi 2025. S'ka ilaçe. Mos kalojmë këtu, domethënë, por unë do t'i përsëris dhe nuk do lodhem asnjëherë. PET skani, jam duke më shkruar tani zonjat të cilët kanë nevojë të shkojnë bëjnë PET skanin, mjaft i rëndësishëm për të parë një lloj, për të krijuar një lloj harte, situatën e kancerit në trupin e tyre dhe po marrin rrugët e Turqisë. Qëllon që edhe privatit i prishet kjo pajisja, edhe shkojnë on Turqi, on Greqi, on Maqedoni duke harxuar mbi 2-3.000 euro. Kostot, rruga, avioni e të tjerë. Nuk kanë akselerator të mjaftueshëm për numrin e personave të cilët bëjnë rrezet. Kanë vetëm 2, prishet njëri në 2 javë, njëri në 2 javë, tjetri, pacientët mbeten pa rreze, nuk plotësojnë protokollin siç duhet, pastaj ose shkojnë tek privati, ose në Greqi, ose pastaj shkojnë në Itali. Domethënë, është çmenduri vetëm sa i takon onkologjikut, por po ti marrësh secilin pavion me radhë, më beso që një muaj nuk ja del dot bësh emisione të përditshme. Nuk ja del dot më, sepse është e frikshme. Domethënë, mua vetëm po më tregojnë mjekët situata alarmante, kjo çështje e analizave. Flavio, mund të shkosh ti kur duash tek mjeku i familjes për të thënë që ore nuk ndihem mirë, do të bëj pal analize biokimike. Shikoj datën se kur do t'i vendosin. Shko sot, nesër, kur ti duash. Sot është pushim, po nesër shko. Dhe shikoj së paku një muaj me vonesë. Unë po ta them, po ta shtoj dhe unë një në listën e tmerrit, po ta shtoj dhe unë një që tingëllon kështu si zbavitje. Pa da mundësi ta konstatoj vetë, edhe po më pëlqeu ironia, te reparti i alergjive nuk bëhet dot analiza për alergjit. Po nuk i bën, nuk i bën. Po pse i çon repart alergjie valla? Quhe hoteli këtu se mund të shtrihesh aty, po analiza s'bën, pse i çon spital? Flavio, më beson në diçka, domethënë ta pëlqej shumë sensin e humorit që ke, por më beso që ka arritur çështja ku nuk mundet dot të ecë. E diti, domethënë nga kush janë më shumë të prekurit nga çështja për shkakun që analizat tani janë shtyrë më shumë se një muaj. Po. Domethënë janë të mëshuarit që janë më të predispozuarit për të smurur. Dhe shkojnë për të bërë një analizë sepse nuk ndjen mirë, ka një shqetësim e tjerë, i thon japin atë fletën. E kam unë Flavio, e kam bërë unë provën më që po të thoj aty. Po. E kam këtu vetëm se po jam duke bërë një investigim, domethënë, kam shkuar në datën 27 shkurt tek mjeku im i familjes. Dhe data që mua më zhdon është 1 prilli, shikon është 1 prilli. Hala me datën. Pra, një muaj me vonesë 1 prill, dhe nëse unë nuk shkoj nga kjo ora 8 deri në orën 10, nëse unë nuk shkoj. Po, nga ora 8 deri në 10 mua më digjet, ore mund të kemi problem më në atë ditë, mund të kem nuk e di domethënë. Nëse unë nuk shkoj brenda këtij orarit, mua më digjet analiza dhe duhet pres edhe një muaj tjetër. Dhe çfarë ndodh pastaj? Këta njerëzit tani se nuk mund të presin vëlla një muaj se tjetri do pyet doktor Ilia Ali Mehmetin, sa e rëndësishme është ky diagnostikimi laboratorik? Sa i rëndësishëm është në momentin që ti ke marrë se do ta kuptosh hartën si e ke shëndetin tani, jo pas një muaj, si pas një muaj varet si shkon situata. Me kismet. Atë do pyesim fakt Ali Mehmetin. Çështja është